Përshëndetje Arbëri dhe Drini, përralla për sot titullohet Ariu i bardhë. Në vendet e ftohta rriten arinj të mëdhenj të bardhë. Ata ngjajnë me arinj të murrën, vetëm se qimet e tyre nuk janë të zeza, por të bardha. Dhe këto ju përshtaten shumë arinjve të bardhë. Në vendet e ftohta ka dëbor, dhe në qoftë se ariu i bardhë fshihet diku në akullnaj ose në ndonjë pirg dëbore, ai nuk dallohet nga dëbora. Prandaj, qyrku i bardhë e ndihmon atë të përgjojë pa u ndier gjahun, e ndihmon atë të fshihet nga gjatari. Po gjatari është më dinak se ariu. Gjatari merr një fije mustaqeje balene, e mpre atë nga të dyja anët, e bën rreth dhe e lidh me spango. Pastaj e zhyt këtë rreth në dhjam të shkrirë dhe e ngrin. Kur rrethi mbulohet i tëri me dhjam dhe dhjami ngrin, gjatari e zgjidh spangon. Tani mustaqja nuk mund të drejtohet. Rrethi ka ngrirë i tëri. Gjatari shkon të kërkojë ariun e bardhë dhe e hedh këtë rreth diku në një vend të dukshëm për ariun. Ariu, që është grykos i madh dhe i pëlqen shumë dhjami, e ndjen erën e dhjamit dhe shkon tek rrethi i pabes dhe e gëlltit atë. Në barkun e ariut, dhjami fillon të tretet, mustaqja e balenës drejtohet, i shpon stomakun dhe ngordhe gërsiren. Por gjatari nuk shpëton gjithnjë kështu paq nga ariu i rrezikshëm. Ka ndonjëherë kjo kafshë sulmon gjatarin, kur ai udhëton i qetë me varkën e tij. Ariu hidhet në të me gojën e çkërmitur dhe atëherë njeriu nuk shpëton gjallë.